me fjalë, kjo është vetëm kontrata me palëve dhe aplikimi nuk është bërë akoma në farat që është Departamenti i Shtetit, nuk është regjistruar si institucion. Unë futa sot dhe po e shikoja, në atë librin e deklarimeve ishte vetëm Lulzim Basha që ka bërë një aplikim në shkurt për lobim dhe nuk ishte deklaruar marrëveshje, por e kishte bërë një marrëveshje gojore dhe çfarë pash aty, Partia Demokratike nuk kishte asnjë lloj lobimi për sa i përket kësaj këtu ku duhet të deklarohen. Të paktën unë kam version të kundërt me atë që thot Petra për sa i përket, sepse nga ana teknike të paktën edhe që të hënën, rezultoi që ishte depozituar ka dhe numrin, ka dhe firmat e subjekteve që është pranë agjencisë amerikane për sa i përket lobimeve. Por që nuk është publikuar. Një sekond, jo, është publikuar, se kanë gazetarë shqiptar me sa diun Klodian Tomorri ka qenë, një nga gazetarët që nxorri nga interneti pikërisht në faqen zyrtare me gjithë kodet, me kodet respektive për sa i përket regjistrimit, dhe është një kontratë zyrtarisht e depozituar.